Ti vëlla nuk je i kësaj dynjaje. Ti je i asaj dynjaje. Ademi a.s. është ardhur në dynja. Materialin e ka të kësaj bote, por formësimin e ka në xhennet. Dhe ka qenë banori i xhennetit. Pastaj me mëkatin që ka bërë Allahu Teala ka zbrit në dynja. E lexova s'ka një muaj e gjysmë, e lexova një hulumtim të disa shkencëtarëve që pretendonin që njeriu nuk është i planetës të quajtur Tokë, por është ardhacak thëke për një planeti tjetër. Pse? Se thëke është i huaj në këtë Tokë, se smuhet për mikrobeve të kësaj tokës, se lodhet prej punës së kësaj toke, se kur të hiqet dielli, ky don më flajt, ky don më shtrin, ky thot u lodha, ky thot u smuna, ky tutet. Më po më çuçet që me një vend që se di, a vetë po mlet çtu kush, kështu po diu çka ka çtu. Se i huja. Dhe ti me një planet huj. Vendi yt është xheneti. Ti je i huaj këtu. Gjithashtu me një vend huaj, çu shkime punu, çu shtojnë ata të atij vendit. Nëse vion shpitonde, që ta vërmendja una aty në musjel, që shdu una apo që shdën ti? Tim qënë, ku dënë njëre, bëjrëm që tu. Ja vëlla që tu s'pëdu, që tu pëdu me njëne. E ketë kishit këshyre horë një budal, hoq, s'mer ke vesh kryt hiq. Në e këmë shtinë salon, a e frajeri në vajtore për të me njëne. Në e shtimë në dhom, a e në pëdrum. Në e qëjmë katë dytë, a e lypë në tavan. Në e qezim me hongër dhe qka mirë, a e fshin pluën, a e bën salamadi me sile. E që shtëne, a për do këtë tash shumë interesant, që pali dhe njëri, që kjo që shtu me të ardë, do këtë i hupt, po budal që ish, që shtu jeti i hupti që se ngonë zotin. A e të ka prun qëtë planet, edhe ta ka dhonë një liber, edhe ta ka dhonë një pejgamber, ka thonë, që tu ki musjerë që shtu. Që to preke, që to mos e prek, që to vishe, që to mos e vish, që to haje, që to mos e ha, që to ngoje, që to mos e ngo. Edhe ti thu, ja mara qfar, një herë komor, salamati, qysh, du ko mos jelë. E ma se kur zërë rryma, ala. E po të mos prek që të kërë. E prek e une, ma se flok, ting, papagas, të këta tri. Pse po prek? A pse po prek? Unë e pi, valla, pin, mas e rrej grun, ose qote edhe në nonën, ose qikën, valla, mas alkoholi ka pas fajt. Pse e pite? Pse e preke? Zotit ta ka ndalu. Në e vlazën, ti duhet me dit vetin, që shtë ka thë pejgamberi selam, ti je garib. Kun fit dunja, kënë ke garib. Bëhun dynjon, se ku me qeni huj. Garib, qka është? Garib, kanë thonë djetarët, është sikur një njëri që jeton me një qytet, për nuk o jetë i qytetit. Për shembull, një prizrenas studion në Prishtinë, jeton për një periudhë në Prishtinë, por nuk ka Prishtinë ali. Është garibi i atij vendit, është i huaj. Një shqiptar jeton në Perëndim, punon, ndoshta shumë më tepër jeton atje se sa në vend banit, po i huaj është. Është garib. Që kanë adet gërbet qitë me në thonë, kur shkojmë në henë zjaret, Allah ja u letësof brengat e gërbetit, thënë, jemi këtu si maca në sofër, gjatë si me tutë, gjatë si i huj, gjatë këqyrë me sy, i huje. Qështu Muhammed e për të thëtë në dynjas, si e këtu, a Muhammed e për të kalëzën, ti nuk je i dynjas, ti je i gjenetit. Dhe punë për me shku që ty ko ke pas baban, Ademin a.s. Ka gabu, ka në këtë dynja, tash, ti, a o petë pëtën me ngu qatë shetana, qajtë ka qitë për i gjennetit, jo petë shetani qefina. Ti respektu urdin Allah Ta'ala, do t'jesh për i banorë dhe gjennetit. Pandaj mësoj emnat Allah Ta'ala, mësoj cilësit Allah Ta'ala. Nëse po shohim pamit bukura, male, fusha, lule, ta din se dikush është më i bukur se sa që e ka kriju të bukura. Ajo është Allah subhanahu wa ta'ala.